Tek jeta në Kosovë ka bërë femrën që të jetë ndrojtur. Seriozisht janë të bezdishme dhe kanë kaluar në monotoni. Tek e fundit femra nuk është objekt. Është nevoja që gjenia mashkullore të largohet nga paragjykimet në lidhje me gjenim femrore, sepse një shtet nuk mund të paramendohet pa parazi gjinore. Prostitucioni është pasojë e gjendjes ekonomike. Kështu që duhet qeveria edhe të gjithë ne të luftojmë kundër prostitucionit. Si mund të arrijmë atë? Vetëm nëse të gjithë punojnë si duhet, edhe do të arrijmë qëllimin, edhe do të shmangëmi kësaj rrugë keqe, do të shmangën femrat kësaj rrugë keqe. Dhunën ndaj femrës është gjoja më e keqe. Sidomos te natë shqiptarë, na jemi shqiptarë muslimanë. Ne gjithë i kemi të mira. Nëse dona një majtë, s'ka qysh pa mirë. E dhuna ndaj femrës më e keqe s'ka në botë të më qyshbohë. Dhe atje poste dhuna për dorën, pa marrë parasysh ndaj vajzës, ndaj djalit, ndaj rejes, jo të kje. Po, sepse se cila femër duhet të ndjekë synimet, pa me parasysh vështirësitë dhe paragjykimet. Problemi i trashëgimisë, domethënë vendin tonë, është një problem i cili më shumë i takon mentalitetit tradicional, duke ditur faktin që femra në Kosovë në mes zgjedhjes ligjore dhe asaj tradicionale vendosin vlerat morale. Domethënë nuk i humbin thjesht familjen në kontekstin që familjarët janë mësuar tonë me femrën mos me qenë trashëgimtare. Pse më na vlerësu, edhe na jemi të afta për me vozit. Tek e fundit, kush i bën aksidentet më shumë në trafik? Siç e dim se por është një mashkull dhe pastaj femra. Unë mendoj që femra është një dhuratë për mashkull. Edhe këtë dhuratë duhemi ta çmojmë, ta vlerësojmë në mënyrë maksimale, jo ta keq përdorur. Po duhet, sepse nëse arsimohet një femër, atëherë arsimohet të gjithë shoqëria. Po është vërtet sepse nëse një femër arsimohet, atëherë është e pavarur si për meshkuj si për femrën duhet të jetë të dytë. E dim se shumica e femrave kryen në Shkodrën fundarimi për punësim nga ana e meshkujve, kish me qenë një gjest që i ka mbet kohës kalume dhe mendoj që nuk do të vazhdoj në asnjë mënyrë. Nuk është as pak e arsyeshme dhe logjikshme që femrave të ndërpritet shkollimi, absolutisht jam shumë kundër për këtë muhabet, sepse femrat janë shumë të afta dhe kanë aftësi shumë të mëdha për me kriju diçka shumë të madhe. Po të na është ajo që ndodh se gjithmonë janë nënvlerësuar femrat dhe nuk e respektojnë absolutisht mendimin e drejtë dhe pozitiv sidomos që e kanë femrat. Vajzat e na shqiptarë nuk i ka drejtat, e dim, por në krahasim me jashtë është krejt tjetër, ama këtu të na se respektojnë. Po, femna, vajza në shtëpi është shyreti i shtëpisë. Pa, na thojnë, pa, bia s'ka jeshi shtëpia. Kur edukon një mashkull, edukon një mashkull. Kur edukon një femër, edukon një gjenerat. E dashur femër, ti nuk je produkt i rrethanave të tua, ti je produkt i vendimeve që merr. Buzëqeshja është vija më e bukur në trupin e një femre. Kur një mashkull kupton vlerat e një gruaje të mirë, ai shton vlera vetes së tij. Femër, ti je veshur në fuqi dhe dinjitet dhe qesh pa frikën e së ardhmes.